Selamu alaikum të dashur miq. Mirë se po takohemi në emisionin e radhës Rruga e ndriçuar, ku jemi së bashku me Hoxhën profesor doktor Shefqet Krasniqi. Hoxhë nderuar, selamu alaikum dhe mirë se erdhët. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se jeni. Të dashur miq, emision Rruga e ndriçuar mund na ndihni përveç pranë ekranit të RTI-s, po ashtu në kanalet personale të Hoxhës së nderuar doktor Shefqet Krasniqi në YouTube dhe në Facebook. Po ashtu mos harroni të na telefononi dhe të na shkruani numër kontaktues 046 22 0022. Hoxhë nderuar, para se të pranojmë telefonatën, kemi një pyetje të cilat na ka arritur nga redaksia, duke pas parasysh që ka kalu muaji Ramazan dhe pas muajit Ramazan Vjen muaji Shawal. Vjen muaji Shawal. Faleminderit për korrigjim. Po dëgjojmë nga xhollarët që duhet ta përcjellim Ramazanin me disa ditë. Pse t'i agjërojmë disa ditë? Sa ditë t'i agjërojmë dhe pse t'i agjërojmë ato ditë? Po ashtu edhe ditët e mbetura, dikush nga smunja apo nga udhëtimi apo gratë nga të përmujshët e tyre kanë humbur disa ditë Ramazanit dhe obligohen t'i kompenzojnë. A bën që t'i bashkojmë t'i agjërojmë me dy niyete apo duhet cilat duhet më pari të agjërohen dhe cilat më pastaj? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kjo çfarë të janë parafërsisht 3 tema, por do të mundohem të shkurtojmë të thjeshtësojmë, sepse do gëzohen ato. Andaj fillimisht të falenderojmë Allahun e madhëruar, që i përket lartë madhërisë së Tij, i cili na ndihmoi, na lehtësoi me plotësoni muajin Ramazan. E lutim Allahun me emrat e Tij të bukur dhe me cilësitë e Tij të përkryera, që të na ketë pranuar. Ashtu që na mësoj me prit, që na mësoj me agjëru, po ashtu të na ketë pranuar i madhi Allah te bareke ve teala. E pastaj, për sevape për tjerat më zvet, veç me ne pranuj madhe Zot. Pastaj, çështja tjetër, pas Ramazanit, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka legjitimuar, ai është ligjvënës, me agjërua 6 ditë të Shawalit në muajin që vjen, që jemi tani këtë muaj, hanën tjetër, këtë hanë, me agjëru 6 ditë. Dhe ka thënë ai bekuar, siç ka në hadith të Ebu Ejub Ansariut, që hadithin e cek Muslimi dhe të tjerë, men sama Ramadane, thumma atba'ahu 6 min Shawal, kana ka siyam ad-dahr, ai cili agjeron muajin Ramazan, e pastaj e përcjell atë, e pason atë me 6 ditë të Shawalit, konsiderohet se ta ketë agjëruar një vit të plotë. Kjo për faktin se një muaj Ramazan, wal hasanatu bi 10 amthaliha, një sevap është me 10 shpërblehet, një ditë agjërim sa 10 ditë, 30 ditë agjërim sa 300 ditë, po pjesën e 60 e pak. Çdo 60, 6 ditë, çdo ditë ka 10, bëjnë 60, atje 300 dhe po konsiderohet që i agjërueshëm ton vitin. Me 6 ditë të Shawalit, ja bashkangjet respektivisht pas Ramazan të agjeron dhe konsiderohesh që ka agjeru tan vitin. Vitin arshëm të njëjtin gjatë, vitin tjetër, dhe kësaj në mënyrë indirekte të Zotit me sevap e je agjerueshëm tan jetën. Imagjino, çfarë dhuratë e madhe e Zotit. Që nga njëra nga ana tjetër, siç kanë thënë ulemat, agjerimi është farz për farzave të Zotit. Se kurse namazi që është farz për farzave të Zotit, e Allah i madhruar namazin e ka lënë para tina sunete për unë përgatit psikikisht, emocionalisht, shpirtnisht për me hy në namaz. Po i ka lënë sunetet pas namazit për me plotësue disa lëshimet të cilat i ke bërë në namaz. Kështu që këtë komplet ato, sunetet para dhe mrapa dhe farzi, i bojnë një ibadet shumë të madh, të papërshkruar. Po ashtu edhe tek agjerimi. Atje muaji Shaban, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është muaji para Ramazanit, ka agjeruar shumë. Në asnjë muaj nuk ka agjeruar më shumë se sa në muajin Shaban. Mu para përgatit për agjerimi i vlefshëm para Ramazanit, për u përgatit psikikisht, shpirtnisht, emocionalisht,
edhe fizikisht trupi, sistemi nervor, sistemin e tretjese, për të futur në Ramazan. Pas Ramazanit, me pasu me 6 ditë, në mënyrë që jemi plotësu respektivisht do një lëshim që kemi lanë atje, dhe këtu komplet krejt, me bu një adhërim, një ibadet, që ka të bëjë me agjërim, e që është shumë i veçantë dhe shumë i madh, dhe i dashur të Zoti. Andaj, agjërimi 6 ditëve është shumë rëndësi, dhe ka agjërim sipas shumicës absolute të ulemave, që është kjo meselja parë, duke futur Hanefite, Shafite dhe Hanbelite thonë se është sunnet. Më duke bazuar këtë hadith. Qëtë se kom pak më herët hadithin e Bojubën Sariut. Imam Maliku, Allah pas shruan në Muwatta, në librin e tij të famshëm të njohur Muwatta, thotë, kur është pyetur për agjërimin 6 ditëve të Shawalit, thotë nuk kam dëgjuar askënd që i ka agjëruar këto 6 ditë. Kam frikë se një agjërim i tillë është bidat. Imam Maliku. Ulemat e mëdhenshëm, qoftë Maliki, veçanti për të tjerë, të si Qadhi Iyad të tjerë, kanë thonë se fjala e Imam Malikut nuk kam dëgjuar, edhe fjala e Imam Malikut kam frikë se është bidat, kanë thonë ka mundësi tjetë. Ose Imam Maliku ka pas për qëllim nëse 6 ditët lidhen më një herë mas Ramazanit, pra janë fillim me agjëru ditën e Bajramit, nuk e ndërprin hiç, e që kjo vërtet është bidat, ose ka mundësi që Imam Malikut nuk i ka arritur hadithi fare, ose i ka arritur hadithi, por e ka konsideruar të dobët, sepse është alim i madh, dhe hadithi simbas, tek ai nuk është vërtetuar që është sahih sakt. Allahu alem. Se do të jetë mendimi shumicës absolute të ulemave se është sunnet me agjërue. Mustahab e preferuar është sunnet. Kur gjë më shumë. Kjo çështja tjetër, a me agjërue radhazi një pas një, apo me agjërue në gjitë, me ndërprerje, apo pa ndërprerje, mund është ashtu edhe ashtu. Të dy mendimit të kanë thonë ulemat mrena çdo mëdhëbi. Të kanë thonë është më mirë mos me nda, dhe më mirë me nda, ai punë është e gjanë. Por ajo që është tepër më rëndësi, ditën e Bajramit nuk bën me agjëru, sepse është haram, është e ndaluar, por ditën e dytë që ndej bën me agjëru. Çështja e tretë është bashkimi i këtyre 6 ditëve me ditët kaza respektivisht bashkimi 2 njetëve në agjërim të këtyre 6 ditëve. Shumica absolute ulemave nga 4 mëdhëbet, shumica fuqahave të Hanefive, shumica fuqahave të Shafive, shumica fuqahave të Hanbelive, të Malikive, thonë se nuk bën të bëhen bashkë. Duhet veç e veç. Dhe të kjo meseli jam dalër bukur gjatë. Dhe jam kujtuar, e kam studiuar, e medituar, dhe në fund, ka marrë përfundim se kanë të drejtë. Dhe se me këtë mendim duhet me punu. Sepse hadithi po thot, ai që agjëron muajin Ramazan, pastaj e pason. Pra 6 ditë shtesë, me agjërim të veçantë. Nga ana tjetër, nëse nuk i agjëron 6 ditë të veçanta, por i agjëron Ramazanit, respektivisht e bën jetë kaza, atë nuk i agjërohet 30 plus 6, në mënyrë që 30 ka 10 më bëhet 300 ditë, edhe 6 ditë ka 10 bëhen 60 ditë, e që bie 360 e pak ditë. Andaj nuk e nxanë sevapin. Kështu që synimi i agjërimit të këtyre ditë që kanë thonë fuqahat është synimi i veçantë. Nuk është nafile për gjithshme, anë pse futet në grupën nafileve. Andaj, por jënë të pak disa fuqaha, sahih të çdo mëdhëbi, kanë nga pak fuqaha, se të shtazam të Hanefit, Ibn Humami, i Hanefive, e ka cek, dhe disa të tjerë të mëdhëbe të ndryshme, se po bën me 2 njete, por të janë pak ulema. Andaj, për ma sigur dhe ma qetë, më se bë bashkë të dyjat. Dhe shkojmë tek agjërimi veç e veç. Shkojmë te çështja e fundit, nëse agjërojmë veç e veç, atëherë po na bëhet gjatë, edhe vërtet i bëhet gjatë, sepse dikush për motrave 7 ditë nëne
nuk ka mujt me agjeru, edhe të 4 ditë për bjegati, gjysmuje. Apo që të seket i ka qenë në tim dikush 1 javë dhe ditë, e pas të edhe në bë kaza, tash edhe këtë 6 ditë për bëhet gjysmuje. Edhe 1 muaj agjeroj atje, 1 muaj gjys, për dikon është gjatë, edhe gjatë është, nuk diskutohet. Andaj, a thua, bën me agjeru një ditë të Shevali, sepse këtë në caktuara, këtë përfundojnë me hanën e re, ndërsa këtë që janë kaza, me shti me vonë, po bën. Dhe kjo është mendimi shumicës e ulemave, mesin ty në Hanefit thënë kështu që bën, edhe Shafit thënë bën, edhe Malikit thënë bën. Ahmedi thot bën, por nuk e ka sevapin i një viti të plot. Andaj, çështja është e gjanë, çështja është e gjerë, nuk ka nevojë me ngushtu këto. Mendimi jam, kështu unë e shoh, Allahu alem, që një herë me agjeru këtu 6 ditë. Nëse ka dikush fuqi dhe forcë, se ka dert, me agjeron, në herë kompenzon ditë që ka, pastaj agjeron ditë Shevalit. Po që se lodhe, s'mundet, se qifti jam, për shembull, ose të tjerë, të cilë, nëse s'kam kaza, po të kisha pas, fjala po bje, po filloj për vetes, bëhet gatë me agjeru, le të agjeron, po janë për shëndeti, me punë, angazhime, le të agjeron 6 ditë Shevalit, sepse në sevap i madh, e pastaj, kur t'jepet mundësia, të nëmtajtës e të tjera, i agjerojnë ditë të tjera, kaza që e kanë mirë. Allah e dinë së mirë. Allah shumë leftë. Hoxhëndruan, njoftojmë se kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Aleikum selam, ju përshëndes. Që dhe hoxhën. I kam 2 pyetje. E para është ka bukur gatë që fali namaznate. Po, dhe të me pyet hoxhën, a mundem për shembull në reqatin e parë, në 2 reqate, do me thonë mi knu Elhamdulillahi, kulu vallahin, kulu udhu birabil nas, kulu udhu birabil felek. Për me zgatës, po di t'i radohë, se di kam një shumë që po thojnë ashtë mirë me zgjatë namazin, në ndryshës po di. Që ta deshta me pyet, edhe deshta me ja thanë hoxhës, e kum bo një rutinë Ramazan, edhe deshta me më kallëzu, a e kam bo mirë. Mas iftari, do me thonë, kam falë teravien, jacien teravien, kam fillu prej orës 11 darkës, deri mas i ka lind dielli, kam lexu Kur'an, kam bo namaznate, kam bo dhikër, kam falë sabajin, këto krejt, po pastaj kam flejt deri 1 orë para drekës. E po tham që kjo më ka dopsu pak agjerimin që kam flejt, do me thonë deri ka 12, qështu. A ke hangër sëfër? Po, hec s'kam flejt. Deri sa ka lind dielli parë s'kam flejt. Tamam. Faleminderit, Allah shumë leftë. Në rregull kjo, që ke bati, kjo është në rregull, se ki gjëna me flajt din drejt, sepse ka nejtë të natën qotë. E trupi nuk më ndëra në natën qotë e ditën qotë. Fundin Ramazan, orari i gjumit ndryshon, orari i shqimit ndryshon, shumë se në ndryshon Ramazan. Andaj, s'ka asë në gjithë keqe për ata që kanë kohë me fije të ditën, një pjesë të ditës, për me kompenzohet gjumën e natës. Në rregull është. Veç Allah të pas për mu ja Rabbil Alamin. Që shke pyetja parë? Namaznate nuk di shumë Kur'an. Për punën e këndimit të sureve, të disa sureve në një reqate, që se ke dhe motra, e thu Fatihan, e pas të anis Bismillahirrahmanirrahim, Kul a'udhu birabbil falaq, te Kul a'udhu birabbin nas, po nëse din Kul huwallahu, nëse pe Kul huwallahu, se janë është para Kul huwallahu, tani vjen Kul a'udhu birabbil falaq, tani vjen Kul a'udhu birabbin nas. 3 jatë. Në çdo recat. Rregulla kjo punë. Sa të keqës ka. Hoxh, pas e kënon elhamdulillahin. Po. Pastaj me Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu. Po. A duhet përsëri me Bismillahirrahmanirrahim se cilën sure me Bismillah. Po. Se Bismillah i ndan suret. Në fakt ulemat, tash është mesele që në veti, ulemat janë të mospajtimit apo kanë divergjenca. Bismillahit cilë është në fillim të çdo sure. A ka ardhur për mi nda suret, që shtojnë shumica ulemave, apo ka ardhur ajet i surës që shekojnë më Shafiu. Por të dy palët duhet me lezu Bismillahin. Sepse kemi edhe suret që nuk fillojnë me Bismillah. Është një sure që në fillojnë Bismillah, po. Suratul Bara'a, Surat Tobe, po. Allah ndëroft. Kemi një telefonat, selamu alaikum. Alo, selamu alaikum. Aleikum selam.
Faleminderit që na keni telefonu, keni pyetje për hoxhën. Nuk dëgjohet shumë mirë se ose dëgjoj. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah, ju lutem na dëgjoni përmes telefonit, na në radion apo televizionit. Desha me pyet hoxhën. Po? A dëgjojmë tash? Po dëgjoni shumë mirë. A dëgjoj? Selam aleikum, ju dëgjoni shumë mirë, por ju lutem na dëgjoni mes telefonit. Po, nuk dëgjoj shumë mirë, po hajri inshallah. Desha me pyet hoxhën se ndëgjova një nuk e di, ndjo nuk e di çka është. Tha se ato Yexhuxhet, Femenxhuxhet kanë bërë një birë të vogël edhe nuk e di kur do dalin tash. Kjo është pyetja juaj. Pyetja parë është kjo. Po, keni pyetje? Po, dëgjoni, keni pyetje tjetër ju lutem? Pyetja dytë është, burim ka gjenu gjithë Ramazanin, si mjet elhamdulillah, vetëm 4 ditë i kanë vetë. E tash kanë qitë sheqerin, ma bani halal edhe te urina, edhe te gjaku, e tash se dia do mundet ti mbajë këto 4 ditë edhe 6 ditë Shevalit, Ramazan. Ta xhirohem mendoj. Allah e shpërbleft. Allah ja lecoft. Po, edhe pyetja e tretë desha, një del për 2 del, na vinin, na kanë hangër 5-16 pule na kanë hangër. Edhe na del me një pidjan, burrit tim e vravi me pushk, a kemi gjunav desha me ditë, se një tha po del me hampulat, pa dita se del me hampulat, po bajru, hajnjë, po 5-16 na ka hangër. Rreskuj dhelfnes. Allah e nderoft. Tash e morëm një këshill për hoxha. Selam aleikum. Po që pyetja e tretë, shkurt sepse një herë veç ke fol për këto që bojnë. Çdo zullumçar, hyjvan zullumçar lejohet me myt. Çdo hyjvan zullumçar lejohet me myt. Duke filluar nga insektet e vogla të cilat hinen në shtëpi si bëbrejcat, mizat, ku ta diuni me skojat të futojnë në shtëpi, nuk lojnë rahatësin për shtëpisë. Po bëjnë zullum ty. Shtëpia nuk ka marrë shtëpinë për skoja për bëbrejca, për ligona. Nuk ka marrë shtëpinë për vetë për shtëpisë. Le dalim për jashtë. Nuk shemi mytna për ara. Shpetem i mës. Së zullum. Tamam? Çdo zullumçar do të më myt. Po që kam një kërkesë. Tek pyetja e Yexhuxhet dhe Mexhuxhet është një temë gjatë. S'kam pasi në përcjellje të Ramazanit shkurtimisht nëse Yexhuxhet me Mexhuxhet janë shenjat të Kiametit. Janë shenjat për shenjat të Kiametit. Kur vjen koha kanë me dalë ata me emër Zot edhe kanë me bë fesadën tokë. Allahu mos na provë me imrria ata sepse ata bëjnë fesad të madh. Nuk ka kush në këtë dynjë që më një del para. E çështja e tretë, ka agjeru tha, i kanë me 4 ditë, ka smundje sheqerit, tani çka tha? Smundjet e kanë rënë dhe çfarë përmend kompenzimin e Shevalit. Tash 4 ditë të Ramazanit dhe 6 ditë të Shevalit. Jo, në letë njëri smut nuk ka nevojë, nuk ka, se nga kanë njerëzit. Ai ka agjerusia ti po të mbranu hala me Sheval, në më që ka njësë me agjeru njëri, më sëngoc. Këto jenë për ata që dojnë më ngrit. Kështë mi kompenzu për 4 ditë Ramazan? 4 ditë kompenzon kë, kur të shevetin që është ma mirë. Kur të shevetin që është ma mirë. Ma dje mundet me njësë me agjeru, ta zame sa është halat dita shkort, e shetë që gjatë ditës, ka ngrit sheqeri shumë, ka në me marë këta diun, diçka të sene tjerë me prish. Na me zbahat. Ka fatë këtë deri në Ramazanin tjetër, kur dënë mi bë 4 ditë kaza, pa problem. Allah nderoft. Kemi një telefonat në linje. Selamu aleikum. Alo, selamu aleikum. Alo. Selamu aleikum. Wa aleikum selam. Faleminderit që na keni telefonu, keni pyetje për hoxhën. Po tani pyetën për hoxhën, ma boni një ditë në vëlla musliman. Nëse ka mundësi hoxha më na i tregu punën e pejgamberit alayhis salam kur e ka martu Zejnep. Pa pse ka martu aja i shkon bejage 9 vjet. Çfarë të kanë? Unë nuk e di, po hoxha na ka mundësi më na i kallzu historinë. Çish e ka martu, pse e ka martu, edhe pse ka ardha jeti Kur'anit veç për to. Allah kjo temë gjatë koka. Allah nderoft. Faleminderit. Selam aleikum. Po thotë Zejnepi 9 vjeçë. Jo më çfarë. Falem Zejnepi ka qenë me herë të martune, ka pas fëmijë, falemma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Në suratul Ahzab. Te i nderuar, për këtë meseli me kuptu gjënë gjatë ke 2 rrugë. E para, hen YouTube tem,
ku i ka mundë ligjëratë të tefsirit, apo në Facebook, apo në aplikacione ku di ku i gjon, dhe shka tek në surët e Ahzab. Shka në surët e Ahzab, edhe shka ranë të poshtë. E gjenë Zejdin, ish burrën e sajna. Zejdin. E kupton për Zejdin, e gjenë Zejdin, për shkak të birsimit dhe në fillim, hajtë të shkohe, deri tek Zejnepja, që isha martu me te, të gjitha. Pse u prishë Zejdi me te, pse e kalshu, pse Allahu ke pa thët, Allah po të Koran. Falemma qada Zejdun minha wataran zawwajnakaha. Kur Zejdi përfundoi shkërëzimi me te, nda, ne të martuam ty, ne. Pra, është vullnet dhe urdhëri të madhit të Zot. O ju njerëz, lexojeni Koranin. Për ata Zejnepja radiallahu anha, kur kanë bo laf nga një herë martaket e veta, të në kanë nanë. Dhe që e thështe, ju i ka martu printe ju këtë në tokë, mund ka martu Zoti lartë për i qilët, sepse kish parasysh këtë ajet koranor. Allahu e martoj pejgamberin me Zejnepen. Krejt kjo pse, urtësia saj është në mënyrë që të eliminohet një tradit e gjahiljetit, e ignorancës, e cila ka qenë atë zaman, e që fatkeqësisht atje anullue vitet e para të hijretit, por ka vazhduar tek shqiptarët e tonë, pasin për muslimanë pas 1400 vjetë, ata në bëpë më herët, për deri qëtash. Deri qëtash. Deri pas luftës. Ku i madhe Zot në ka bërë sebeb, neve dhe në gjeneratën tonë, pa më ndajun, edhe ka gjamiri kemë vedisu miletin që birsimi është haram. Birsimi është haram. është për mkateve të mëdha. E pejgamberi Zejdin e ka pas birsu në gjahiljet, para islamit të fjalla, para se më pejgamber, tamam, ka birsu. Pastaj pejgamberi martej Zejdin me Zejnepen, se dënë të Zejdin shumë, konsiderën të se djallë vetin, dhe i tha kom i dhonë trashëgimi, sigur se e bladet të ngë biologjik. Allahu i madhruar kër e bëri pejgamberi, pas një periudhe kohore, ja zbrita jetet se kë nuk e birë jyti, dhe nuk bën askush me birësu askënd, por për me eliminu këtë tradit, atëherë që, ja, Allahu e martej me grunë e tina, po të kishte djallë tamam, a lihet martu me reja? Pra, Allahu i madhruar dënë me quë mesazhe, me quë dispozita në vend, ato me mbejt dhe në kiamet. Kështu që kjo është martesa e pejgamberit me Zeynep është urdhër i Zotit, te bareke ve taala. Pra kështu në YouTube atje, ndërsa të mia tefsirit e gjen gjëra gjatë. Nëse dënë në mënyrën tjetër, librin që kemi promovuar tash në Ramazan, Surët e Ahzab, me marrë me lezu, lëpët dikën ku e gjenë, gjeje, edhe e hinë e lezën dalë, nga dalë e shef, se si ka ndodhë kjo martesë. Edhe kjo dhe biografinë e Zeynepës, deri në vdekjen e sajna. Radiallahu anha. Allah që leftë. Pra të dashur miq, ligjëratat e Hoxhës profesor doktor Shefet Krasniqi, përveç në Facebook, në YouTube, kemi edhe aplikacioni i ri që është hapur në këtë vit, ku i kemi të gjitha ligjëratat e Hoxhës profesor doktor Shefet Krasniqi, ndërsa librat i gjojmë në libraritë e qytetit të Prishtinës. Kemi një telefonat në linjë. Selamu alaikum. Alo, selamu alaikum. Selam. Faleminderit që na keni telefonu, keni pyetje për Hoxhën? Po, kam një pyetje për Hoxhën. A pranohet të vafi dhe procedura e umrës në mesnat, nga ora 2 e mesnatës?
edhe kam dëgju se duhet me prej kurban pasi që ta krym umren, po unë nuk kam ditë se s'kam shku me grup kështu, po kam shku vetëm, edhe çka duhet me bot tash, masi se kam kry krejt ashtu qysh duhet. Ju keni fjalën vetëm për umre, ju në pjesë të hajit, vetëm umre. E qa s'ke kry qysh dohet? Kush të tha që s'ke kry çka dohet? Kush të tha ty? Kam dëgju një video që i këshilloj ke çka duhet me bot gjatë umres, edhe në fond thot duhet me prej kurban. Kush ka thonë? Kur s'mundet, Një po, video. ai udhëheci që i ka qunë umre. Po vazhdo. E qa kush s'monet, kush se kry tamam? Te qa s'ke kry tamam? Po menoj që s'kam prej kurban, atëre nuk është kry krejt qysh duhet deri në fund. E me kanë ke bomërën. E kam bë me kunatën, djalin e kunatet, kemi shku veç kështu si pushim, edhe kemi bë umre vetëm. Do më thonë pa përcjellje. E qysh dite me bomërën te? Qysh dite t'ysh bëhet umra? Qysh dite? Po djali kunatet është atje që studian, është student, edhe është që 3 vite atje studian Kuranin e të në këtu, edhe kemi shku në basti. Kemi kry me të. Këtu hoqë ka met vetëm një kurban, po thashë s'kam prej. Po s'ka met sen e mëslëm po i ka pështjel kësane se sen s'ka met. Po e gëzun Allah në gjenet qoftë, o kryje. Allah është përleft, tash e marrim një këshill për hoqë, selam aleikum. Kjo po të rega... Këte ka pas hoqën në veti. Pa studentë. E për të në qka? Pa Ciceroni tjetër ka thonë që do të më prej kurban. Po të më reke pas studentin me veti, talebi atje me veti, ajt nuk ka mundësi me të lanë tyje me bomërën keqë. Po mos më fal, mos kur ka thonë që nëse lënë diçka gabim gjatë umrës, do të Çka prej kurban, do i gabim. Po çfarë filozofie ka më bënë umre? Çka ka lidhje kënë 12 natës, 12 ditës? 2 natës mashlirën. Kur dush bëne? E ke bë tavafën e më, njetën e ke bë para se me hi në qabe, ke bë njetën në rrugë, ka tërguaj djali sigurisht, me hi me ihram, me njetë. Burri me vesh, atë që shafat ihramat. Në dë, me shkue, më siel 7 herë kalla qabes, sigurisht e siel, leti natën e ditën, pastaj ke falë 2 recate ku do që ke mujtë, që aty e në sënet, pastaj ke shkue Safa dhe Mërva 7 herë. Dhe çështja e 4, pra ihrami me njetë, tavafi 2, saj Safa Merva 3, mes tyne 2 recate, dhe e 4 e fundit i ke qidh flëkt pak, dikon po, ka që kry puna. E nëse se ke qidh flëkt heq, ose s'ke bë sajin tavaf, sajin Safa Merva heq, atër dhe në prej kurban. Për ndryshe nuk ka logjik, ai djali që ka qenë me ju Milan pa e kry këtë sene. S'ka mundësi. Që qenë ka studentët. Po pas bate e punë. Andaj më se ledhë, vërë ki inshallah ka bëllë me emër Zotit, Allah ta pas pranu ja Rabbi, elhamdulillah që ja ka mësu Zotit me shku. Por së do që tjetë është me rëndësi njeri ju, këta që shkojnë veçan ti vetë. Do më interesu me vetë dikan, me marrë me qëzu, me shenu, sa të me vajtë capa, me interneta, me sene, me për tjetë, rrugës e shkue, para se me shkue, kur të vendashe, e përsërita një herë, vetë dikane, a për tjetë, e thuka e ka mire, se ka mirë, kalëzëm edhe një herë, së në gjuhën se dije, së mirë në vesh me këtaje. Edhe pe këtu i tregon diko, shepe i venit të në tregon po, shka që shto, bëni shto regla, shto që shto, bëni që të senet vogla, në haqën ka lablak. Këtë numre në vogla, se këtë jenë 3-4 orë, 5 orë. Po. Allah shpëlef të ndëruam, shkojmë me një pauzë të shkurtër të dashur, me që mos harani të zbritni aplikacionin e hoxhës doktor Shefqet Krasniqi në telefonet mobil tuaj, ju që keni Samsung, po dhe në iPhone, e keni App Store atë programet që zbritni. Programet dhe është aplikacioni e hoxhës doktor Shefqet Krasniqi dhe aty i keni të gjitha materialet, ligjërata, YouTube dhe librat e hoxhës që ju mund t'i përcjellni. Pas një pauze të shkurtër, rikthehemi sërish me emisionin Rruga e Ndriçuar. Selam aleikum të dashur miq, jemi rikthyer me emisionin Rruga e Ndriçuar, ku jemi së bashku me hoxhën e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi të dashur miq. Aplikacioni i hoxhës
është në rregull, gjatë pauzës unë shfletova pak më shumë për me pa që edhe ju a keni të vështirë me u kyç në aplikacion. Mundësia e qasjes është shumë e lehtë, vetëm dërë Shefqet Krasniqi dhe e zbritni aplikacionin e Hoxhës në telefonin e juaj ku keni derse, audio, libra edhe fetva. Hoxhë nderuam, kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Alo, selamu alaikum. Selamu alaikum. Nëse është mundësia me u shkyq... Selamu alaikum. Aleikum selam wa rahmatullah. I lutem na dëgjoni mes telefonit dhe jo mes radios apo televizionit. E një pyetje për Hoxhën. Hajde, bismillah, urnoni. I lutem naleni zonin televizionit apo ku po e dëgjoni. Një pyetje për Hoxhën. Urnoni, ju lutem. A është sunet pe pejgamberit alayhi selam, është ajet kuranor? Kush? Me hongër nëse 4 vezë në kështu kur bjen kësë të zime, a janë dashme për shëndet. Te kom një që u përmejan pe pejgamberit. Allah ndrof, marrin një këshill prej Hoxhës. Selam aleikum. Kjo ka dhe. 4 vezë me hongër para se marrë me flenjit, a është sunet, a është ajet, kom një që në dëmshme. 4 vezë, është type që ka dhe sen se marrë vesh. Unë kam kërkesë që kur ti kemi telefonuesit të nalin zonin ku na përcjellin të tërkun, përveç me telefon dhe të kontaktojme neve. Ku dy me vetë. Po ku dhe me bëha pyetjen. Po dhe se po ka fanijes, po kuptohet sen. Asë është jetë, asë është hadithë. Nuk kam dëgju që është hadithë, për jetë nuk diskutohet që nuk është. Ska të bëjke njëri, para se me fjetë, vot hanë sabah, jena këshëm, këtë bësh me fjetë. Hanë, po jo, këtë para se me fjetë. Para se me fjetë me pas luthin bashkë. Me pas të makin bashkë shumë musliman. Në mënyrë që me flajt qetë, me flajt lërshëm, përshu shumë, me përshu trupi ma shumë. E më që ma lehtë. Njëri ju, kur flan me stomak bësh, shumë ma lehtë e mërgjume, ma lehtë flan, ma lehtë qohesh. Pa ka lenatën ma lehtë. Po shënë ma shumë. Djetë me qlodhër në sabah. Për ndryshe, djetë i rëndumë. Dhe me zëti qohet. Darë kam vrami është ma shumë ka dëmë se sa që ka dobi. Për pas ata të cilë kam punu tonë ditën, s'kanë mujtë ma herët, se ka pe punë aty në rastës. S'ke që e bënë për ndryshe, darë ka para se me fjetë është dëmshme. Po. Hoxhë, kam një kërkesë nga një mik i imi, thot lutem ma lexo këtë pyetje. Selam aleikum, Hoxhë nderuar. Kam një pyetje lidhur me bashkimin e namazit. Unë punoj si shofer autobusi, për punën ku punoj, e kam 78 kilometra nga shtëpia ime. Por unë vazhdoj edhe kaloj mbi 100 kilometra. Am lejohet të bashkoj drek dhe ikindi, pasi unë e bëj këtë për çdo ditë. Allahu shpëbleft me respekt nga Danimarka. Përderi sa punën e ka largë shtëpisë, rreth 80 kilometra, e pastaj anët apo nuk anët gjatë ditës, më rëndësi kë për i shtëpisë e vetë, udhëton për çdo të një distancë 80 km dhe që ta në fillon punën, kë ka të drejtë shkurtimi dhe bashkimi të namazeve. Dhe nuk prish punë fare që është për çdo ditë. Nuk prish punë. Po. Lexojmë pyetjet të cilat na kanë arritur në redaksi. Thot, jam e martuar dhe jetoj në Francë, i falet 5 vakte, mirë për burri nuk falet. I ka gjujt librat fetare edhe Kuranin. Unë punoj, ndërsa ky me akuzon me thot se shkon me burrat e tjerë, unë kam frikë Allahun, por një gjatë e tillë, me ofendon në sy të fëmijëve, me shan e të tjera, çfarë më këshillon Hoxha të veproj?
Sa më të këshilloj mëtër, burri i tillë ma zë ma keq. As din, as dynja. As janë heq. Disa burra në vërtet nuk punojnë për dinë e për ahiret. Po bile për dynja janë shumë të kujdesshëm, të moralshëm, të edukuar. Dhe nuk mundi gjenë të metë bashkëshortja, shoqja ti gruaja, nuk mundi gjenë të metë. Thot për dynja kjo është shumë i mirë. Por për dinë kjo është out, jashtë krejt. Tamam? Ndërsa çiftin e tij në këtë rast unë zot që as për dynja, as për ahiret. Dhe kjo i bie që motra është shumë e sprovuar me burr dhe ka një fat të zi. Që njeriu i cili lexon Kur'anin në shajnën çmimi bën kofër dëlpidinit. S'ka din, s'ka iman. Një njeri i cili e akuzon gruan e vet, shpif ndaj saj për imoralitet, kjo është shpifje e rëndë. Është shpifje e rëndë, ku ai ndëshkohet nëse nuk sjell dëshmitar. Po flas dispozit fetare. Po pse nuk dëshkohet këtë dynja, dënimi i Zotit se në pështon. E rëndë është, tepër e rëndë është. Është akuza më e rëndë që mund të bëhet një gruaje, akuzimi për në moral. E rëndë kjo shumë. Kështë që i më të qka me të ba? Qa me të thonë lau? Qka me të thonë ty? Ke fëmi? Tut është Zotit, sa mirë thaj tut në Zot, dhe të me tut Zotit njëri. Mi kush e burë, kush e gruja, Allahu të me tut. E tani këta mi respektu me, po, frikën e Zotit me pas. Unë nuk e di që është ke bëthmi me atë burë, dhe që është më nëshmetu me atë burë, pse di. Nuk e di. Allah e drejtohet të të dhësot. Ndërët kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Alo, selamu alaikum. Mirë mërama. Mirë mërama. Faleminderit që na keni telefonu, jeni drejt për drejt, Mirë, keni mërama. pyetje për hoxhën. Aleikum selam. O, qiko. I kam 61 gram i kam dukat, a se kom dhonën sadako, këton zëqatin. A bën me dhonë zëqatin për 61 gram. 1 gram dukat. Faleminderit shumë, tash e marrim një këshill për hoxhë. Faleminderit që na keni telefonu. Zëqatin. Po, kuptojmë, për zëqatin keni fjallën. Selamu alaikum, faleminderit. Deri në 85 gram are nëse i ke, nuk e ke bërç me dhonë zëqat. E arritë 85 e më teje më shumë, e ke obligim me dhonë zëqatën për çdo vjet nga 2.5 në 100 të vlerës e arit. Ja. Kështu që nuk e ke bërç me dhonë zëqatën. Po. Kemi një telefonat në linje. Selamu alaikum. Alo, selamu alaikum. Jeni drejt për drejt në emisionin Rruga e Ndryshuar. Ju kërkoj nga ju që të jenani zonin televizionit dhe të komunikoni me neve përmes telefonit që na keni telefonu. Po, aleikum selam. Faleminderit që na keni telefonu. Keni pyetje për hoxhën? Po, kisha dosht me ditë. Jam e martume, i kam 3 qika e kum bo muhabet me printimi. Nona jeme po më thot se qika nuk ka
shka lyp hiset e prind, edhe pse i takon, nuk është marifet me lyp hisen. Që tani këshill për qëtë pyetje. Edhe e kam një tezë të smut, ajo i ka gati 60 vjet. Tash më ka dek gjyshe, se ka jetu me gjyshe. E mo ka dek, e u desht me marrën për sipri nona, tezët, janë 4 teze dhe 3 daj. Po tash i kam hitë nonës teme me këshyr gjatë tanë javës, e gjatë vikendin e bojnë si cili me ranë. Amo, nona nuk ka drejt me lonën tezën gjatë javës, duhet pa qare nona më konë. E ndishta me ditë, a është kjo në rregull, se nona e ka babën, halot babën tem, burrin, i ka 2 djemë dhe mua, djemët janë të martum, po është të jetu me tezën tash të në banesë. Të jetu me tezën banesë? Për merë tezën në banesë të nona, apo? Në një banesë e kena një tjetër banesë, elhamdulillah, e janë të jetu që aty. Ura të tezja që aty, tash të nona e hanë e premë të lash me tezën, e gjatë vikendit tjerë të marrin për sipri, po e ka paqarën me këshyr e hanë e premte. Sepse nuk punon, sepse i ka fëmijë të martum, sepse... Kush i ka fëmijë të martum? Nona. E tezja, kanë ka tezja? Tezja i ka 3 vllazni e 4 motra. A ka fëmijë? Nuk ka fëmijë, tezja është e smut, tezja mentalisht është e smut, nuk i shkruan Karimi. Rreth 60 vjeçare. Po. Faleminderit që na keni telefonu, presim një këshill për Hoxha, Allah i ndroft. Inshallah jam konë kjo. Shumë faleminderit shumë, selam aleikum. Kjo nëse kuptova e bëni 2 pyetje. Po, e dyta këtë çka të tezja. Po pyetja e parë ishte te hisja. Te hisja që tha 3 qika. Nona i ka thonë të ke hiset e baba, po nuk është marifet me lyp hise. Kësajna. Po. A që të në shqiptarët, që ti takonisja, po mos e lyp se marrë është. është edhe një shprehje të shqiptarët, tash e kam një ma frikë kështu, hise qikës i takonisja, po marrësh me lyp edhe nuk bën më njëll që i ndonë na e sen qikës, aja ka të burri, mos me përzi vllaznive. Qatë sa sot edhe është marrë qika me lyp. Kjo është ignorancë, nanës tanë Allah të zoftë e nanë, ka tha Hoxha, Allah të zoftë. Allah të zoftë e nanë. Hise që më ka dhanë Allahu, të epë, s'ka kështë të nalë. E tani, unë e marrë se marrë, është qështje jemja. është qështje jemja. Nana është mirë me thanë, djemëve, nëse ka 3 djemë, sa thaj ka, thanë djemë të mi, motërën pa hisë më smalene. Motërën e ju, dhe më thë që i kene kësa, më smalene pa hisë. E kene një motër, për dhe 2 mi pas. Nëse pretend me adhanë hisën që ka këto, për shembull tokën e banesën e shpinë, e kompenzonin pare, po gjithërën pajtimin e sajna. Gjithërën pajtimin e sajna. Po dhe qikës me thonë, bia jam të hisët ta kanë. Nuk kem të drejtë me të ndalu, as me thonë më se mërë. Por nëse shëtullës, të jepin djemë pare, të kompenzojnë. Ose marisën tonë për javë shatë laznive tani, që ti që ka interes ma shumë, edhe i mërë paret. Nëse ta vesh nuk dojme pa motrën nga të ty. Kështë që me bëndë një kompromis bën, por nuk bën motrën, motrës me ndaluë hisën. Nuk bën se ka dhonë Allahu. Ka dhonë Allahu. E aja mëra se mëra që është e sajna, po jo mi bu presion. Nuk në regull ke punë qika tona,
me shku të burrat e vetë, më bo bia, më bo nanë, më bo gjyshe, të baba vllaznit milioner atje, e këtë burra që ndoshta menze që një jetë bo, ka pa mytë të punu. Pse më se përfitu kje pe hisës babes? Më shumë sa kaq, ka qika, sa të duh, të cilat kanë përnua shumë se djemët. Sepse kanë qëllu të më dhatë, ose kanë herë djale shte hasretit, tani qikat që ka la blak, i gjuhën qikave. Të madhes, të vogles, këtë të punojnë, a i në mes, a i veç zëtnijaj, a i se pashërnan, i ledhat unë i përgdhelën, kështu që këtë e ndërmu të punu të baba, ta shkojnë i marrin burrat atje në i dare mesatare se të ledht, dhe vllahun e kanë bo milioner bashkë me babën, ka lanë në Saraj me tu në pallat, dhe krej i mërë vllau dhe as të rrit njera, si thot motrave, e ato me dur bashkë shkojnë të burrat e vetë, edhe plakën e vdesin pa marrë sen për i babës të vetë. është drejt kja? është drejt. Zullumi, brina nuk ka, zullum e zullum. Qikës mja në alhisën është haram. Po është drejta e mësme marë. Qëka të letë përnë? Ose me thonë, mi jep një pare. Ose më në hisën të emë, ta në një jep shes kujna du për ju, ose kush do më ble. Sepse hisë e emja. Edhe ka që, nuk ka këtu më hatrua sa kur që. Do të më eduku prindi fëmijët. Do të më eduku prindi fëmijët se kojta nuk ka fund. Kojta nuk ka fund. Pra nëse një djalit i lem pasonin edhe qikave, hisën e qikave, hisën e djemve tjerë, krejtin e jep, a ngihet kjo? Pyetja, a ngihet kjo? Këti mellanët dhe vllaznive, të mëgjellarëve, të katonit, të shtetit, kjo halemer. Me dhënë këtë Kosovën e mërë, e lypta në Serbinë, del ato në Hungari, del përpje që kanë deri në Norvegjia, e Rusi, s'na të kërkon. Qështu është nefsi? Po dhe me duku më thonë, o vlatë e mi, na jena musliman. Koran është shumë i qartë. Nuk ka në Koran, diçka po besoj, diçka s'po besoj. Në Koran, a është Koran trashëgimia e caktuar? Po, me Korana. Ole dhekëri mithli hadhil unthayayn. Një djalë merr sa dy qika. Tamam, nëse në 4 are e bërë, 2 are i merr djali. Nëse një djalë. 2 are e ndojnë qikat, ka një are. Dhe të 2 aret e morën qikat, një ka një are të dyjat. Po 2 are i morë djali atje. Sepse një djalë ka sa 2 qika hise. Bëllë ka dhënë Zot, a këtë mjadhona? A këtë mjadhona e qikave? Kështu që nuk kanë rregull kjo punë. Çështja tjetër që të zëptillë pak me nanën tonë që tha pekëshyr tezën, diçka. Nana këshyr tezën pe telefonës dhe të prantën, vikend është e lirë, këshyrin tezë tjera. Po do të për bab diçka, po nuk e sharrove. Që për që këshyr tezën, nana një rajurrit e ka motër. Ama nana jote, motrën e saj, në banes tjetëra ku thatje, nuk bën me shku e me këqyr pa lene burrit. Mëna e tën javë nuk është e burrë, është e motra. Jo, pasha Zotin, nëse bën me lejet burrit, po, pa lejet burrit, kja ka gjëna gjithë ditën e gjithë natën. Gjithë ditën e gjithë natën 24 orë. Dhe mallkojnë me laçat. Jo type. Ja. Gruaja e ka burrin. Dohet më nështru burrit. E jo burrin me lanë vetën i javdet, e të nga të motrat, nga të vllazni, nga jesë pëngan. Unë të se të nali, po të nalë Zoti. Allahu të nalë, të asë Allahun se ngan, se më ngua Allahun nga burrin, veç e lanë me shpinë. E lanë. Në pështoft motra për gjenamit nesër hajtë. Nëse burri thët po,
sevap, o mid veta e s'ka shëkqyr, është smut, Pas ka probleme psiqike. ka probleme e motra, shka, këqëre, fytym sevap në pagun Zoti, këtë në rregull është. Më rëndësi me marë pelqimin e burrit vetë babës tanë. Këtu fjalë për cilën anës tonë. Sepse shumë motra mendojnë që po fitojnë sevap të Zotit, a nuk e dinë që hinë haram shumë më shumë se sa që fitojnë sevap. Madje këtu sevap s'ka. Nuk ka këtu sevap. A dyshi bje ke farë sevapi. Ke farë sevapi nëse mund të krahazoj në njeriu o lodh ka punu të ditën, punëtor të shtëpia për ta marrën në shtëpinë ty murin, ku ta diuen për livran për punon. Ramazan, dhe gruaja jote vjen gjënapi për të të njëherë gjënaj. Nuk pa në gjëra i ke, e qeva dë bëk. E vi edhash dhe ujme pi, se shkall eti. Në shikim të parë sevap, se ka dhënë bëk me huar, e uj. Po ta në realitet çka dërgja? A sevapa? Ty është sevap me thonë njeriut me huar, kurse në këta në haram në Ramazan me huar me pi. Pra, edhe më shkumë qyri njerit smut, pare me sevap, apo me dhanë sadaka dikujna. Në pare me sevap, unë e mirë po. Po nëse gruja e vjedh paret për burrit, dhe ma shtërën burrin, dhe me të mërët më shkumë bo mirë, qka bënë të në sevapa? E jo, për këndër të gjëna. Sepse pasë një jam, sepse e do të më vetë muhe, apo me dhije, përse më ka burë, për që ka burën ajo? Martesa në Islam ka mana, ka mana, nuk ka thjeshtë, valla përrim bashkë të dhe si shokë, si jaja. Martesa në Islam ka mana. Andaj do të me rujt një këtë martesë. Gruaja do të kuptoj, ta shkebia, që se nashta se martoni që na folin neve, do të kuptoj ta shtin kry. Mendje dhe në zemër. E nesër martohet, mund të adej nanën e babën mas shumë të në dynjat, por hak, obligim, detyrim, respekt e të tjerë, ka ma shumë dhe burrit, se sa ndaj të gjithë tjerëve. Dhe kjo që në ka thirë, e martu me 3 qika, kështë e pasan shkërë. Po, për shambull e mora, po. Po që deshta mund ndërlidhë diçka më falë. Kur the që gruaja nuk lejohet me shku kërkon pa lejen e burrit. Po nëse gruaja vendos me shku në umre, ai po shkon në qabe. Po. A lejohet me shku pa lejen e burrit? Jo. Numër në haq po. Numër jo, në haq po. Në haq lejohet me shku edhe pa lejen e burrit. Po. Pse? Sepse haxhi është farë shtyllë e fesë. Haxhi është shtyllë e fesë. Umreja është sënnet. Umreja është sënnet. Ta marrëm një kërhazim. Gruaja a lejohet më falë farzën pa lejen e burrit? Farzën po. Po. Po nëse do mund që natën më falë burrit, atë jo ty bë në qotë, ma pri gjumë, asë një ceki. Se ma pri gjumën më së merë. S'ka drejt më qu. Se sënnet. Kjo namazër kjo. Por në farës aty bëtë njërë, s'kam që atë bëj, unë ka dale pa me emër Zotit më qu, sa të më mësë më dëshurëm, amon, nuk e la sabahon me ditë që sabah i funit për mu me ditë që është, unë nuk e la. A morë vesh ajo. As për ty, as për babën tem, as për nanën tem, as për njerit gjallë. Se o farës e Zotit. Kur në pyetje farës e Zotit, nuk pyetën të atjertë. Respektivisht, të më nëshme pytë, por jo, nëse këta ta prishin, me thamë Allah, po du më shkunash pas më leborë, po du më falë pas më leborë, po du më gjërës më leborë. Pja burë për parasin ndaj haqit, pja burë për parasin ndaj agjerimit, pja burë për parasin ndaj shamis, pja burë për parasin ndaj namazit, të ajen të këzot. A burë në kizat, a zotë në kizat. Ka në kizat ti. A me madhe zotë për ty a burri, o i motër. Me ndo pak, a me madhe zotë a burri, cili është ma përpara, ma prioritet. Cili? Thjeshtu kjeda. A Zotë e burri? Ja, Allah i Zotë. Andaj thë burri të njërë, me të mire, me të bute, të tanat. Por, në fund, namazë është pikë, e kryne. Nuk e la, farzin. Vesh farzin. Edhe të kaqë. Edhe të kaqë. Burri
Fukahat kanë thonë, burri nuk ka të drejtë ligjërisht. Me nalë gru me shku në haqë. Sikurse që nuk ka të drejtë me nalë me agjeru, nuk ka të drejtë me nalë me falë namaz. Tamam? Me që nuk kupton, po tjetë shteti islam, gruja shkan gjëkat dhe i bën padi. Të tërë kam parat e mija. E di që kam farë haqën, ama kë nuk për mlen. Edhe thjerë gjëkat, që thëtë, të s'pele gru me shkua. Edhe është në mezar, me leju gru me shku në haqë. Po së farës. Kemi telefonatën e fundit për sonde. Selamu alaikum. Alo, selamu alaikum. Aleikum selam. Faleminderit që na keni telefonu, keni pyetje për hoxhën. Po, i kam dy pyetje. Pyetja e parë është që unë jetoj në Zvicër, e kur shkoj në xhami me fal Yatsin, sidomos në Taravi kur kena shku shpesh, i falqin 4 synete para Yatsis, 4 rekat synet para Yatsis. A është kjo bidat? A është me lejet Allahut mi fal çto 4 rekate para Yatsis? Pyetja e dytë është, a bën të përzihen me dhëbet? Çto dy pyetje ka? Edhe herë e qartë. Faleminderit, ta shpresim një këshill për hoxhën. Selam aleikum. Falja 4 rekateve para Yatsis në rregull. Nuk quhet bidat ajo. Ndash fali 2, ndash 4, ndash heq. Por ato rekate nuk e kanë vlerën e seneteve tjera para farzeve. Nuk e kanë vlerën e senetet para qindis, nuk e kanë vlerën e senetet para drekës, nuk e kanë vlerën e senetet para sabahut e as para Yatsis. Tamam? Pas Yatsis. Nuk e kanë vlerën e namazeve senetet tjera. Por në gjithë, nëse falë 2 rekate në rregull. Nëse falë edhe 4 në rregull, edhe heq të prish punë. Dash 2 rekate, dash bën një senet, dash bën një tehitul mesxhid, kur shkesh xhami para Yatsis, dash bën një. Shkon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bejnë kulli adhanin rekatan, bejnë kulli adhanin rekatan, mes çdo dy ezanave ka 2 rekate, e që bie ezani dhe kametin 2 ezana quhen 2 rekate. Pra ka bazë për 2 rekate. Nuk quhet bidat kjo punë. Po të ndash fal, ndash mos e fal. Pyetja e dytë, lejon ku jemi të sunetet. Ndodh ka një herë që jemi gati me na iksa bo edhe nxitojmë me një herë me fal sunetin. E lëm sunetin. Tashti, a me fal sunetin ma vonë? Pasi të lidhje. Pasi të ndilli apo me lën krejt? Ja nuk po me lën krejt. Mos me lën krejt. Masi të lidhje fal sunetin. Të ndillet ngritet pak sa një shtiz. Po, kur je koha që bën me fal. Po, 20 minuta, 25 minuta. E të poshtë, pastaj deri para dreki kur dush e falë sunetin. Masi të ka ikë. Unë që mos me lën sunetin. Faleminderit, Allah shpëlef. Pyetjen e pa ta bën me përzim me dhëbet. Po. Kja bën me përzim me dhëbet ka mohabet tu. Nëse pikë pari, nëse kena farz pe Zotit me pasu një medheb. Së dyti, për me qenë stabil në të dispozitat e shariatit që bie në jetën tonë të përditshme, veçantë në ibadete, dohet të pasu një medheb. Tamam? Si një kod, cili të regon, këtu graj 60, këtu 70, këtu bën e këte, këtu bën e këte, këtu bën qështu, pas bën qështu, e kështu më radhë. E që quhet shkollë juridike. E që krejt ke shkollë juridike, dispozitat, këtu kode të quajmë kushtimisht, janë të nxjerrura prej Kuranit, prej Sunetit, prej fjalëve të sahabëve, tabiinëve, prej burimeve të shëndosha. Po kështu shkollat e tjera. Dhe krejt dynjaja, që kur janë themelu me dhebet në fund shekullit parë dhe shekullit dytë, deri sot, pra që 1300 vite, këtë bota, me konsensus të ulemave,
kanë shku këtë mënyrë. Edhe nuk ka dalë kush me thonë që na musliman të kemë gabim. Pse? Sepse i takojmë shkollës juridike hanefite, apo ata atje në Azinë e Lashkët i takojnë shkollës shafite, apo atje në pjesa dërmuese e Afrikës i takojnë shkollës malikike. Kush nuk ka thonë, nuk ka dalë me thonë. Sepse së në thotë njëri i menqër, as pa pak një dietar. Që është tjetër e treta, kur thash se kena farz me lekni me dheb, që është tjetër, ne që lidhet këtë drejt me pyetje në fjalë, ne është e vërtet që ne kena farz me qenë 100% azame hanefi, apo 100% shafi, po të si gjematë së një bëgtu, të nuk den mi bëgtu. Po i bojnë ulemat, o gjallartë, të cilët apo talebet që janë njës të mirë të dispozitave të fekut. E pastaj, ata i pasojnë gjemati. Nërsa gjematin krevetin nuk bën ashtu. Gabim. Tamam? Për ata, ulemat kanë thonë, e këtu ka shumë muhabet, shumë ka muhabet tu. Këtu ka dhe saba muhabet. Po dhe, për ata ulemat kanë thonë, me dhehebi i një individi, një shtetari, është me dhehebi miftis tina, i hoqës tina. I hoqës. Për cilët hoqë? I hoqës e cili të pëshan në mendje, në shpirt. Dija tina, nivelli dijes, dhe rangu i devotshmërisë, takvallok. Këto dy elemente. Pra, nëse beson në njeri, e beson i bindshëm, që ai është një si mirë, e një fen, e një dispozitat. Dhe ka elementin tjetër, ka devotshmëri takvallok. Pra, kur nuk e din, thot nuk e di. Dhe nuk ta thot një të bëjë qefin ai. S'ka këtu në fejmë t'ja bëjë qefi kërkujna. Në fejmë nuk ka me në rufet fanë shkak se për tut në peti, për tut në petina. Të më mirë mbyll këtë gojë që sa me ndryshu fet fanë për shkak të presione ose të kutatione. Pas nuk ta fet fanë ty për shkak të një interesit ti personal. Këtë bjerë mu mirë, thëmë bënë. Kër bjerë mu keqë, thëmë nuk bënë. Kjo bje këndështim me takvallok me të veçmeri. Andaj nëse ka këtu dy elemente hoxha, të më repetina, leresht. Edhe nëse e të ndryshën ka pak me dhebin t'i graj, mëse lëdhë. Qaftina. Sepse Allah të ka ardhuru ty në qëtë formë vepru. Fes e luhe le dhikër, in këntum, la ta'lemu, pët një që kur zdini, mos e thjesht, pët një ata që din. Pët një ata që din. E tash në sahabë s'kena me pytë këto. E Hanifën e Malikën e s'kena me pytë këto. Apo? Rënë që shkën shqiptar për këtu të në qabë, pysin alimin e qabë, atë qashtaj, hoxhën e qabës të haremit, miftinet të zerit, miftinet saudisë e tjërë, s'mujnë e vëlla. Nuk mujnë, si ngarë ka zoti. Po, qëta hoxhëllar, qëta ulema që i kanë për para, a më këtu dy kushte, që i kanë prezent, a më dy kushte më rëtësim, bani men, me të pëshu zemra në dijen e tina. Në dijen e ti. Dhe, në devotshmërinë takvallokun. Të dyja të shumë rëndësishme të dy parim. Dhe në bazë këtë qenë. Po, Allahu alem. Allahu ju shpërbleft. Edhe ju gjithashtu. Faleminderit për këshillat, faleminderit për kohën. Lutim Allahun xhel deshanuhu që të ju shtojë të mirat dhe bereqetin. Amen, edhe ju gjithashtu. Të dashur miq, Allahu ju nderoft, të ju shpërbleft. Faleminderit që ishit me ne deri në edicionin e radhës. Mirëmbëjtje. Selamu alaikum.